Rrugtimi i këtij Big Brotheri VIP 4 me sa duket ka një datë dhe ajo është 19 prilli. Nga ana tjetër, dinamikat brenda në shtëpi ka qenë të forta me akuza për gjëra që kanë ndodhur jashtë dhe më tani nuk po luhet më brenda. Përplasjet më të forta me sa duket Gjesti i ka me Rozanën. Të dy ata mbrëm e kanë të kaluar limitet, por më së shumti Rozana. Ajo e ka një lloj lëvizje të saj taktike, lëvizjen me duar apo me gishta që i shkon të tjerëve në fytyrë. Të njëjtën gjë e bëri dhe mbrëm me Gjestin, duke marrë dhe jastikët që ishte aty edhe duke i gjuajtur duke e ngacmuar. Sigurisht që agresivitetin e Rozanës e kemi parë edhe ja njohim që jashtë, po dhe brenda shtëpisë së Big Brotherit nuk është kursyer dhe nuk është frenuar, edhe pse vëllai i madh e ka tejkaluar dhe e ka normalizuar sjelljen e saj. Nga ana tjetër, ajo që nuk më pëlqen nga Gjesti është tërheqja që ai bën, sa herë që Rozana i shkon përballë për një debat, ai ecën mbrapa, gjithmonë ecën mbrapa. Do doja që të qëndronte në vend për të parë nëse Rozana do të gabonte dhe do të dilte nga ky format pa prekur finalen. Por me sa duket, Gjesti nuk e do këtë gjë, ai do që të jetë kokë më kokë me Rozanën, prandaj ka dhe debatet me të, ndoshta debate të stisura që i kemi parë dhe ditën e sotme, duke përmendur ishat, duke përmendur rrahjet që kanë ndodhur jashtë, duke përmendur shumë gjëra që nuk i përkasin më lojës, por kanë dalë nga muret e asaj shtëpie. E duke qenë që po flasim për gjëra që ndodhin jashtë shtëpie, në studio, në emisione, shumë personazhe, qoftë edhe ish banor, flasin për një takim të mundshëm midis Xhenetës dhe Eglit. Por jo, nuk ka ndodhur kjo. Xheneta më ka komunikuar dhe e ka pohuar që nuk ka asnjë takim midis saj dhe Eglit. Nuk ka se si të kishte, por nuk i kuptoj këto njerëz, nuk i kuptoj këto personazhe që flasin dhe hedhin aludime të kota thjesht për të kapur klikime. E duke qenë që jemi tek Xheneta, ajo ka hetur një video mbrëm në Insta Story, jo një video e krijuar nga ajo, por nga dikush tjetër, por e ka shpërndar. Është fraza që Egli i ka thënë Gjestit që nëse vjen një djalë këtu dhe unë të provokoj ti si do ndjeshe, dhe le të themi është e njëjta gjë që edhe Xheneta ka bërë në Bigun e Kosovës. Por Gjesti ka vepruar dhe ka ngacmuar Danjën, e cila është shoqja më e ngushtë e Eglit në atë shtëpi. E kemi parë një lloj flirti që ai ka pasur me Danjën thjesht për të provokuar Eglin, për këtë ajo që i tha në mëngjes dhe ai e veproi në darkë. Nga ana tjetër në mesnat, ai ul në gjunjë dhe i propozoi për martesë. Sigurisht që Gjesti nuk pushon asnjë sekond dhe krijon situata në atë shtëpi, por nga ana tjetër, ndoshta edhe për përgatit dhe po jep sinjale e kuti e unazës që ndodhet te kutia e emergjencës do të thyet dhe do të kemi një dasëm që aq shumë e dëshirojnë. Këtë gjë e kishte edhe Egli gjatë një bisede me Danjën, kur i tha që e kërkojnë fancat këtë gjë, e duan fancat që ne të jemi bashkë, por është Gjesti që duhet të përgjigjet për sjelljen e tij. E duke mbetur te Gjesti, ai po lua me çdo lojtar. Ai sa edhe Gertës i ka propozuar që të bëjë një lojë me të, për të provokuar dhe për të nxitur debate. Ky është Gjesti, nuk pushon asnjë moment në atë lojë, edhe pse banorët aty brenda e ofendojnë, e gjykojnë për shkollimin e tij që nuk e ka, ai po tregon që po e luan këtë lojë vetëm dhe të gjithë po bien pre e rrjetës së tij.